Departamenti Amerikan I Shtetit ka kërkuar edhe ambasadës amerikane në Tiranë të mbledhë informacion mbi grupet e ekstremit të majt që veprojnë në Shqipëri. Sipas Washington Post, nisma është pjesë e strategjisë së administratës Trump për të monitoruar atë që cilëson si ringjallje të terrorizmit të ekstremit të majt. Më 16 korrik në Washington do të mbahet një takim me përfaqësues nga mbi 60 vende për të forcuar bashkëpunimin në këtë fushë. Megjithatë, disa aleate europiane kanë pritur me skepticizëm nismën, duke argumentuar se ekstremi I majt nuk përbën një kërcënim prioritar për sigurinë në vendet e tyre. Kreu I lëvizjes Shqipëria Bëhet Adriatik Lapa I dërgoi sot në gjykatën kushtetuese aktin normativ të qeverisë për fondin 4 milion euro për koncertin e reperit ndërkombëtar Kanye West në Shqipëri. Lapa I kërkon pezullimin e pagesave dhe shfuqizimin e vendimit, duke argumentuar se fondi cënon parimin e proporcionalitetit dhe barazisë para ligjit. Sipas tij bëhet fjalë për një aktivitet privat dhe qeveria ka miratuar një akt individual në favor të një subjekti të caktuar. Lapa I shprehu dyshimin se pagesat mund të jenë kryer tashmë. Policia zbardh atentatin e mbrëmjes së dieshme në Laç. Autori I dyshuar është identifikuar. Emilian Suti I mori jetën me 7 plumba I Ilir Gjinit, rreth 40 vjeç. Autori identifikohet dhe me emrin tjetër si Artur Suti, ndërsa viktima me 4 mbiemra. Autori është shpallur në kërkim. Ndërkohë, viktima u ekzekutua pranë banesës së tij pasi u qellua me të paktën 7 plumba, njëri prej të cilëve në kokë. Hetimet janë fokusuar te e kaluara e viktimës, konfliktet e mundshme dhe motivin e krimit për të zbardhur plotësisht ngjarjen e rëndë. Ndërkohë, një shkuar e errët I përket edhe autorit të këtij atentati. Emilian Artur Suti rezulton person me precedent penal. Ai është dënuar më parë me 5 vite burg për veprën penale kanosje për shkak të detyrës, ndërsa ka precedent edhe për armbajtje pa leje. Po ashtu ai ka qenë I arrestuar në Belgjik për vjedhje. Në vitin 2011 Suti I shpëtoi një atentati pranë komisariatit të policisë në Kurbin. Ai është vëllai I Gentian Sutit I arrestuar më parë për vepra të ndryshme penale përfshirë trafik droge, vjedhje dhe vrasje. Në vitin 2019 dy vëllezërit Suti së bashku me një kushëri të tyre u përfshin në vrasjen e kushërinjve Mikel dhe Jani Nushi. Po ashtu në vitin 2010 Artur dhe Gentian Suti u arrestuan pasi akuzoheshin se kishin hapur zjarr ndaj efektive të policisë së shtetit. Prokuroria kërkoi dënimin e Artur Sutit me 21 vite burg dhe të Gentian Sutit me 20 vite burg. Megjithatë, gjykata rrëzoi akuzën për tentativë vrasje ndaj punonjësve të policisë dhe I dënoi për veprat penale të kanosjes, mosbindjes ndaj urdhrit të policisë dhe armbajtjes pa leje, duke I dhënë Artur Sutit 5 vite burg dhe Gentian Sutit 4 vite burg. Viktima Ilir Gjoni ishte me origjinë nga Miloti dhe banonte në Laç. E kaluara e tij është ende duke u verifikuar nga grupi hetimor. Hetuesi dyshojnë se ngjarja mund të lidhet me aktivitetin e tij jashtë vendit, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të atentatit, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe dokumentimin e motivit të krimit. Prokuroria ka mbyllur hetimet për vrasjen e Egli Progos dhe ka dërguar për gjykim 5 persona. Denis Meçe dhe Leonida Guça akuzohen për vrasje me dashje në bashkëpunim, ndërsa 3 të tjerë për moskallëzim krimi dhe pengim të zbardhjes së vërtetës. Sipas ekspertizës mjekoligjore, 42 vjeçari humbi jetën nga një hemoragji cerebrale e shkaktuar nga një goditje me grusht. Hetimet u mbështetën në pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmitë të pranishmëve, duke rrëzuar versionin fillestar se viktima kishte humbur jetën pas një rrëzimi. Policia zbardh krimin në familje në Shkodër. Detajet e reja dalin në dritë nga hetimi për vrasjen e 55 vjeçare Zbardhe Ziçi, ku bashkëshorti I saj Shtefan Ziçi e qelloi për vdekje me armë gjau. Sipas policisë, konflikti mes çiftit dhe xhelozia mbeten pista kryesore, pasi para ngjarjes dyshohet se ka pasur debat për telefonin celular. Autori mori armën në banesë dhe qelloi 2 herë ndaj bashkëshortes. Mbrojtja pretendon se bëhet fjalë për një shkrepje aksidentale, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur motivin dhe dinamikën e plotë të krimit. Gjatë arrestimit autori nuk bëri rezistencë dhe mësohet se ka dhënë porositë e tij për ceremoninë martore të bashkëshortes. Ndërkohë dëshmia e tij zyrtare nuk është marrë ende nga grupi hetimor për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Çifti janë prindër të 2 fëmijëve. Prokuroria e Beratit ka kërkuar masa sigurie për 11 persona të dyshuar për ushtrim të paligjshëm të aktivitetit financiar. Sipas hetimeve 6 mujore, administrator dhe punonjës të 6 subjekteve tregtare kryenin këmbim valutor pa licencë nga Banka e Shqipërisë. Hetuesi dokumentuan 28 transaksione të paligjshme përmes veprimeve të fshehta, ndërsa gjatë kontrolleve u sekuestruan 88 milion lekë, 118.000 euro, mijëra dollare pound. Prokuroria kërkoi masa arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje për personat nën hetim, të cilët dyshohet se operonin në disa bashki të qarkut Berat. Një operacion I përbashkët I policisë së Ekuadorit, prokurorisë dhe Europol goditi një rrjet ndërkombëtar të trafikut të kokainës, duke arrestuar 18 persona, mes tyre shqiptarin Pollum Daci, I dyshuar si koordinator I lidhjeve mes karteleve të Amerikës së Jugut dhe grupeve kriminale në Europë. Sipas autoriteteve, organizata ka trafikuar rreth 7.5 ton kokainë me vlerë 225 milion dollar, të fshehur në kontener me mallra si banane, kafe dhe produkte deti. Hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve dhe shtrirjen e plotë të rrjetit kriminal. Shqiptarët po paguajnë më shtrenjtë se qytetarët e Bashkimit Evropian për telefonin dhe internetin. Sipas Eurostat,
Çmimet e komunikimit në Shqipëri janë 7.6% mbi mesataren e BE-s, ndërsa janë rritur çdo vit që nga rikthimi i tregut në vetëm 2 operator. Në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria rezulton vendi më i shtrenjtë për komunikimin. Edhe raporti AKEP tregon se interneti celular ka koston më të lartë në rajon në raport me të ardhurat, duke të i kaluar mesataren botërore. Për ekspertët, shtrenjtimi lidhet me konkurrencën e kufizuar në treg dhe barrën në rritje për konsumatorët shqiptar. Një zjarr masiv pyjor në provincën Almeria të Spanjës ka shkaktuar një tragjedi me 11 viktima, 8 plagosur dhe 23 persona të shpallur të zhdukur. Flakët u përhapën me shpejtësi ekstreme në zonën e Los Gallardos, duke bllokuar banore turistë që përpiqeshin të largoheshin. Sipas autoriteteve, disa viktima u gjetën brenda automjeteve, ndërsa të tjerë kishin braktisur makinat dhe ishin përpjekur të shpëtonin në këmbë. Dyshohet se zjarri nisi nga një kabllo elektrike e dëmtuar, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë. 2 sondazhe të reja në Francë nxjerrin Marine Le Pen favorite për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Sipas anketimeve, liderja e tubimit kombëtar do të fitonte si raundin e parë ashtu edhe balotazhin, pavarësisht dënimit për keqpërdorim të fondeve të Bashkimit Evropian. Me rreth 36% të votave në sondazhe, Le Pen kryeson me diferencë ndaj rivalëve, ndërsa ish-kryeministri Edouard Philippe shihet si sfiduesi më i fortë. Rezultatet konsiderohen një fotografi e momentit, pasi panorama politike mund të ndryshojë deri në zgjedhjet e vitit 2027. Andy Burnham ka marrë një mbështetje dërmuese në garën për drejtimin e Partisë Laboriste, duke siguruar 322 nominime nga deputetët dhe duke u shndërruar në favorit absolut për leadershipin britanik. Ai premton decentralizim të pushtetit, reforma ekonomike dhe më shumë rol për deputetët në vendimmarrje. Megjithse mbështetja është pothuajse unanime dhe rival nuk janë paraqitur, analistët paralajmërojnë se sfidat e qeverisjes si ekonomia, mbrojtja dhe reformat sociale do të jenë testi i vërtetë i udhëheqjes së tij nëse zgjidhet lideri laboristëve. 2 net bombardimesh amerikane dhe kërcënimet e Izraelit për një ofensiv të re po rrisin ndjeshëm tensionet në lindjen e mesme. Shpërthime janë raportuar pranë centralit bërthamor të Busheherit, ndërsa SBA ka goditur 10 objektiv iranian me Teheranin që raporton viktima dhe dëme në infrastrukturë. Situata ka shtuar frikën për përshkallëzim të konfliktit dhe rrezik për furnizimin global me energji, ndërsa bisedime diplomatike mes Washingtonit dhe Teheranit duken gjithnjë më larg një zgjidhje. Ndërkohë Izraeli ka paralajmëruar SBA-t përmes kanaleve të inteligjencës se Irani dyshohet se po planifikon një atentat ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Sipas Wall Street Journal, një veprim i tillë do të përshkallëzonte më tej konfliktin mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani ka deklaruar më herët se kërkon hakmarrje për vrasjen e generalit Qasem Soleimani në vitin 2020. Trump ka pranuar publikisht se është përballur me kërcënime ndaj jetës së tij, ndërkohë tensionet mes tij dhe kryeministrit izraelit Netanyahu janë rritur për shkak të qëndrimeve të ndryshme mbi vazhdimin e konfliktit me Iranin. Franca është kualifikuar në gjysmëfinalet e Kupës së Botës pasi mposhti Marokun me rezultatin e pastër 2-0. Kylian Mbappé humbi një penallti në pjesën e parë, por u rehabilitua në minutën e 60 duke zhbllokuar rezultatin. 6 minuta më vonë, Dembélé vulosi fitoren me golin e dytë. Me këtë sukses, Franca arrin për herë të tretë radhazi në gjysmëfinale, ku do të përballet me fituesin e çiftit Spanjë-Belgjik.